Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030. Ja e vërteta. Shqipëria ka hapur negociatat në qershor të 2022-shit dhe për të qenë antar e Bashkimit Evropian duhen plotësuar disa reforma, të cilat janë ndarë në kapituj. Totali kapitujve janë 33. Shqipëria ka hapur 24 dhe ka mbetur akoma për të hapur dhe 9. Në këto 24 kapituj që ka hapur Shqipëria, aktualisht që po flasim, nuk ka plotësuar dhe nuk ka përmbushur asnjë. Një nga pikat kryesore që shqetëson Bashkimin Evropian është lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër korrupsionit, liria e fjalës, liria e medias, forcimi i demokracisë dhe ndërtimi i shtetit së drejtës dhe pavarësia gjyqësorit. Nëse i duhet Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030, nuk besoj, sepse shumë vende janë shumë përpara nesh, kanë hapur shumë kapituj, ka përmbushur dhe nuk e di nëse do jenë në Bashkimin Evropian në 2030. Por është akoma për të parë për faktin nëse do jetë Bashkimi Evropian akoma në 2030, sepse Europa ka hyrë në një krizë të thellë ekonomike, politike dhe identiteti. Por besoj dhe mendoj dhe kam bindjen e plot se ky është një premtim bosh që kryeministri ka bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve, siç kanë qenë të gjithë premtimet e famshme në këto 12 vjet. Dhe për gjithë ata që besojnë dhe mendojnë edhe e shikojnë pasaportën europiane si një bilet për një jetë më të mirë, mos mendoni se Europa është duke e pritur krahapur. Shqipëria ka bërë një hap shumë modest për të qenë antar e Bashkimit Evropian dhe është akoma shumë rrugë e gjatë për të qenë antar e Bashkimit Evropian dhe ne jemi shumë larg. Juve çfarë mendoni? Shkrojini në komente.